prindrit nuk po mbrin me menaxhu edhe nuk po mbrin me kontrollu se në çka fëmijët po ekspozohen. Sa orë saktësisht duhet me qëndru të rinjt në rrjetet sociale, në për ekspozimin e ekraneve të ndryshme, çka bën në rastet e tilla kur për shembull një prind vjen me ankesa që adoleshenti nuk ka shansa me u largu nga telefoni edhe pajisjet tjera teknologjike. Si vepron në këtë rast ti si profesioniste? Na ju rekomandojmë prindërve gjithmonë që me qenë ata persona proaktiv, ata me mundu me organizu aktivitete që ka mundin me bu jashtë mjediseve shtëpiake dhe jashtë teknologjisë, me dalë në shëtitje, me mundu që me angazhu fëmijët edhe të rinjt në aktivitetet të cilat mundin me qenë rekreative, sporte, ose çka do që atyre ju pëlqen, me shku me pa një film, me bu një lojë interesante se ne përpos lojave me fëmijë kemi lojra edhe për adoleshentët dhe të rritur, që çka do që është qasje interaktive që mundin me diskutu së bashku edhe me zhvendos pak vëmendjen prej teknologjisë, kish me qenë shumë ndihmuese. Na e dim që në masë të madhe po ndikon teknologjia te fëmijët edhe te të rinj, po është edhe një formë se qysh na e modelojmë edhe qysh na ekspozohemi ndaj teknologjisë nisi të rritur, ndaj teknologjisë në ambientet ku ka edhe fëmijë. Albina, po mendon që përdorimi i tepërt i teknologjisë po ndikon në komunikimin e natyrshëm të fëmijëve mes vete? Definitivisht po, na e shohim fëmijët edhe në mjedis të tjera ku ata ndërveprojnë në shkolla edhe në shtëpi, po shkaku i ekspozimit të tepërt ndaj videove, ata bëhen më pak social edhe pastaj bashkëveprimi, bashkëbisedimi me bashkëmoshatarët është shumë i vogël. Sidomos diferencën më të madhe e vërim te fëmijët të cilët nuk ekspozohen edhe te fëmijët që ekspozohen. Fëmijët të cilët nuk ekspozohen nuk i kanë dëshirat ose nuk i kanë idetë e njëjta sikur fëmijët e cilët shohin video specifike ose luajnë lojra specifike. Pastaj në ambientet shkollore ata nuk po mbrin që me kriju raporte të mirëfillta, edhe në ambientet e tjera në të cilat funksionojnë, për shkak të vështirësi në krijimin e raporteve të mirëfillta ndërmjet bashkëmoshatarëve. Po sa mendon që ka rrezik tek fëmijët të cilët shfaqen në përditshmëri përballë përmbajtjeve të papërshtatshme? Sa ju ndikon kjo fëmijëve? Kjo është më problematika prej gjithave, përpos vështirësive të cilat na i hasim në zhvillimin e fëmijëve, mandej videot të cilat ju dalin, videot në të cilat ata pa dashje i shohen, që ajo është vështirësia më e madhe. Ata shkaktojnë përpos ngarkesës emocionale se nuk mbrin me kuptu disa gjëra të cilat i shohin në rrjetet sociale ose në teknologji, nuk mbrin me i perceptu edhe me i kuptu që janë reale. Sidomos tash tu e pa se qysh ka avancu inteligjenca artificiale dhe shumë prej videove të cilat shfaqen nuk janë reale, po janë veç trillime të imagjinatës njerëzve. Ata po kanë ngarkesë emocionale të jashtëzakonshme, po rritet niveli i ankthit në mënyrë që na më herët në praktikën tonë klinike nuk kemi pas numër kaq të madh të adoleshentëve ose të rinjve që kanë nivele kaq të larta të ankthit, të stresit, po edhe mandej këto manifestohen edhe në vështirësi të komunikimit,